sepse vetëm mendimi kritik mund të shtyjë dialogun, debatin publik, ballavaqimin, edhe zbron rrugën drejt së vërtetës. Shoqërisë sot me që është në tradicion, i mungojnë cilësitë kryesore të shoqërisë të zhvilluar. Po muzikën e plot të vërtet, me të gjithë ngjyrimet e saj, muzikën e zhvilluar në të gjitha tingujt, natyrisht do ta gjesh tek muzika klasike. Po të lexosh veprat e tij, ke njohur tërë universin shqiptar. Me tëra mëkatet, lavdin, dëshpërimin e thellë, tragjizmin e jetës së shqiptarëve, epizmin e tyre, po edhe vuajtjen, edhe depresionin e madh.